Miq Prizmës. Berisha është i smur. Mirë po, kur Berisha smuret, ka 2 ditë që nuk del në konferencat e tij të shtypit 2 herë, nganjëherë edhe 3 herë në ditë. Sigurisht që gazetaria është e para që pëson shok. Mungon puna, largohet ushqimi fast food i gatshëm që Berisha ju siguron nëpërmjet akuzës së jashtëzakonshme. Dhe njëkohësisht shoqëria është në dizekuilibër, nuk di çfarë do veprojë, është mësuar me akuzën edhe me polemikën e jashtëzakonshme, të fryrë deri në maksimumet e mundshme, si një adrenalin ose si një porcion droge, të cilën nuk e merr. Sali Berisha është droga moderne e shqiptarit, jo ajo tradicionale, është droga politike e shoqërisë shqiptare. Pa të si gazetaria, si politika, si shoqëria vetë, po thuaj, vdesin. Sigurisht e them me thojza, por praktikisht kështu ndodh. Në të vërtetë këtë ditë janë marrë shumë me, që mungonte Berisha, janë marrë shumë me aspekte shoqërore, aspekte humane, me lajmin ndërkombëtar, Iran, Izrael, Iran, dhe me element të cilët sigurisht shoqërinë e mbajnë gjithmonë në një tonus, por kur njësoj si me atë që jep atë adrenalin që jep Sali Berisha dhe modeli i tij politik në Shqipëri. Polemika e gjeneruar prej tij dhe njëkohësisht mungesa e aftësisë ke të tjerët për të qenë të një vlefshëm me të, ose s'paku të afruar deri ke polemika e tij, mungojnë. Njerëz të tillë nuk mund të bëjnë kurrë, janë thjesht se i men, por nuk kanë aftësinë kurrë të Berishës të krijojnë një polemikë të tillë, ta shpikin, ta përdorin dhe ajo që është më e rëndësishme që të tjerët t'i besojnë. Se me kaq pathos edhe ndoshta edhe më tepër i flet edhe flamur nok apo se beson kush. Berishën kanë karakteristikat vetjake, shumë pjesë të gazetarisë që ta besojnë edhe shumë pjesë të opinioneve nëpër testatat kryesore që ta besojnë dhe bisedojnë më vonë. Pra ai ju gjeneron, ju jep punë. Ata ndryshe mbeten pa punë. Pa patologjizmin e psikologjinë gjysmë fashiste dhe gjysmë komuniste të aksesit, si më thënë, psikologjik, filozofik të Sali Berishës, ata mbeten si peshku pa ujë. E në qoftë se ai ka dalë 2 herë në konferencë shtypje ose edhe qoftë edhe një herë, po ka hapur polemikën e tij në darkë, vazhdojnë në 4-5 televizione kombëtare, po të njëjtën shtjellim të polemikës, e cila mund të jetë e përsëritshme prej 30 vjetësh, por sigurisht e thënë nga Berisha konsiderohet e re. Mirë po shoqëria këto 2 ditë ka qenë më e qetë, është marrë me problemet e saj. Dhe ky është një nga problemet e mëdha që ka ky vend. Sali Berisha zë 50 deri në 60% të diskutimit shoqëror dhe politik që ka Shqipëria. E zë dhe e pllakos. Sigurisht i imponohen dhe të tjerët, sepse fast foodi ju bën mirë gjithëve. Ato gazetarët vënë mikrofonet dhe përsërisin si një disk i shkurdisur i dikurshme, që sidhet e përsërit po të njëjtat fjalë, por që i shoqëron me akuzat një pas njëshme edhe me marrëzi, sidomos për zgjedhjet edhe për shumë elementë tjerë që janë të kohës tani, të cilat pastaj duhen sqaruar në darkë, në prime time edhe njëkohësisht duhen akseleruar në publik. Pa i ka munguar 2 ditë. Ka munguar 2 ditë, por ka munguar edhe psikoza e elaborimit të marrëzisë politike. Ai di ta bëjë në mënyrë fantastike dhe di të tërheqi në mënyrë po kaq fantastike dhe një pjesë të madhe shoqërisë që realisht e beson, mund të jenë 30%. 30% tjera të një shoqërie tjetër, jashtë këtij militantizmi, po them kësaj shoqërie të indoktrinuar, kanë qejf ta shohin si projekt kalimi kohë ose gallate, po themi, në Shqip. E 30% tjerë pastaj sigurisht e shohin në një urrëtie patologjike, po çfarë ti bësh? Normalisht edhe për to është një ushqim. Janë mësuar tash që brenda shpirtit tyre shqiptarët
të jetojnë dhe me urrëtitjen që del, mbillet edhe korret edhe njëkohësi, ku di, janë të gjitha proceset e bujqësisë që ndodhin me marrëzinë tipike folk politike të Sali Berishës. Është një degrad i jashtëzakonshëm kur Sali Berisha smuret edhe nuk del në konferencë shtypi ose nuk del të bëj politikën e ditës. Ky vend pothuaj merr fund. Gati nuk din të punojnë tokën, fshatarët, sepse janë mësuar të klasin me parimet e tij. Gati edhe ata moratorët aty nuk i vënë tullat në rregull, i rreshtojnë jo ashtu si duhet. Gati edhe në elemente të jashtëzakonshme që ka për shembull shoqëria edhe të menaxhmentit, sikur janë të ndrydhur, sikur nuk kanë shirtër. Gati në ditën e tretë edhe të katërt vjen edhe ajo dëshira të thuash ku je Sali Berisha? Pse nuk flet mor burr? Për ç'a na le kështu në heshtje, ne gati po smuremi. Po na smur qetësia shoqërore, po na smur begatia dhe ushqimi i mirësisë. Po na vjen e mira dhe gati po na smur. Të lutem dil edhe një pjesë e madhe që flasin po kështu. Tash që po flas po hapin këto tarabat në Shkodër janë me shumicë të jashtëzakonshme. Në orën 6:30 deri në 7:30 deri në 8 dëgjon vetëm kështu. Taraba është element psikologjik i madh në Shkodër. Nëse u futa sa për ta ndryshuar pak diskursin. Kështu miqtë e mi, mungesa e Berishës 2 ditë pse është smur. Në të vërtetë nuk di a është smur apo nuk është smur, ndoshta ka provokuar për të thënë shiko, kur mungoj ju sa keq jeni, sa keq e ndjeni veten shqiptar. A kuptoni sa smur jeni pa sëmundjen time që është akuza, deliri dhe intriga e jashtëzakonshme? Kur unë kthehem edhe i përdor këto mënyra, atëherë ju jeni mirë. Bisedoni me njëri tjetrin, jeni të buzëqeshur, bile edhe të qeshur. Jeni mësuar me shkumën gojë dhe delirin edhe sytë që lvizin si prej të shmenduri, sepse kështu jetoni më mirë. Në të vërtet, e gjithë kjo alegori dhe gjithë ky grotesk që po përmend deri tani është i vërtet. Më vjen keq që e them këtë punë, por është jashtëzakonisht i vërtet. Kjo shoqëri, ose siç janë mësuar të thonë aty në rrugë, ky popull është mësuar me shkumën gojë, sytë që lvizin dhe delirin e Sali Berishës. Nuk jetoj dot pa të. Sepse kështu i kanë mësuar edhe politika e Tiranës, kështu i kanë mësuar edhe kështu drejtohen të gjithë testatat, jetojnë me Sali Berishën, me të keqen që ai përhap kudo në shoqëri, me marrëzinë, me idiotizmin e jashtëzakonshëm që ai jo vetëm përhap, po dhe ngul për ditë, si heshta në trupin e një shoqërie tashmë të flashkët, të smur, që nuk di të shërohet, që nuk di të thrasin spakut ndim, hajde se jam smur. Sali Berisha e ka për gryke këtë shoqëri. E ka kapur për gryke dhe nuk do të alëshoj. Nuk ka për të alëshuar kur përderisa kjo shoqëri t'i duket dora që i shtrëngon fytin. Dora Sali Berisha që i shtrëngon fytin, diçka përkdhelse. Diçka përkdhelse për trupin edhe për frymën. Sa më pak frymë të ketë nëpërmjet shtrëngimit të atyre duarve të fliqura të Sali Berishës, aq më mirë ndjen veten ndoshta një pjesë e madhe e kësaj shoqërie. Aq më mirë ndjen veten kjo media e shëmtuar, akoma më keq se politika. Renegate edhe imorale më keq se sa politika shqiptare, që është media shqiptare. Edhe sigurisht që të gjitha bashkë hidhen edhe ke ai brezi i cili po rritet me shtrëngimin e fytit nga politika, akuzat dhe marrëzia e Sali Berishës, një politike e cila përfiton nga Sali Berisha dhe që sigurisht janë pushtet, edhe një popull i cili një pjesë ti e ka delirant, njësoj si ky njeri i ardhur një vetëm për të bërë keq, por dhe të marrëzisë, folk politizmit edhe ignorancës madhe që sëndon këtë vend. Dakord miqtë e mi, është fatkeqësi që ka 2 ditë Sali Berisha që nuk del në televizion. Është fatkeqësi për një popull i cili ka marrë nga sytë këmbën tonë aty
nga jugu, në arsyen e cila duhet jetë ajo që duhet të ndriçojë rrugën përpara. Përkundazi, atë rrugë përpara ja ndriçon vetëm folk politika, stalinizmi, marrëzia e delirit të jashtëzakonshëm që ka një individ që quhet Sali Berisha. Miq Prizmus, për të kuptuar filozofinë politike të Partisë Demokratike të sotme, që sigurisht sipas meje, po dhe shumë tjerëve, është thjesht pronë, po pronë edhe me asete, po dhe politikisht dhe filozofikisht e Sali Berishës, duhet kuptosh edhe ata që i nështrohen këtij besimi, po themi, është një gati teokraci. Berishizmi është një besim, edhe ata janë të ndërthurur politikisht edhe në këtë lloj besimi. Një prej tyre është një nga ata të çuditshmin, njerëzit sigurisht në mënyrë klerikale të zhvillimit perëndimor, po themi, ose kristian katolik, por që në mënyrë të habitshme bëjnë pirueta dhe gjimnastik, rrotullimesh të jashtëzakonshme rreth një teokracie e tre, e cila është berishizmi. Të kalosh nga kristianizmi në berishizëm është jashtëzakonshme, çuditshme, po ja që i ndodh dhe agron Gjergj. Shiko çfarë thot në Parlamentin Evropian, Shqipëria nuk mund të ecë drejt antarësimit në fasadë reformash. Në Parlamentin Evropian, Gjergj Markaj thotë zgjedhjet e fundit farsë elektorale. Pra, i bën thirrje atyre që nuk mund të ecë drejt antarësimit me fasadë. I quhen gjitha reformat që janë bërë këtu, i quhen fasadë. Zoti Gjergj Markaj. Mirë po, krahas saj kam vendosur një video e cila sigurisht tregon Gjergj Markaj në intervistë mbas sulmit që ju bë Selis, që e quhen sulm talibanësh, edhe që thotë që nuk do të jem kur, këtë përmend, deputeti Sali Berishës, do të jem deputeti Lezhës, deputeti Partisë Demokratike, po jo i Sali Berishës. Në të vërtetë, të sulmin e talibanëve e përjetoi. Bila ai justifikon edhe Ali Bejin edhe Lulzim Bashën, e konsideron sigurisht iken, konsideron atë si Kabulin edhe largimin, i konsideron gjërat e tilla, kupton, edhe tashti ju thot atyre atje, duke qenë pjesë e Sali Berishës, edhe kurrë me Sali Berishën, bën edhe një diskurs të tillë duke i thënë që mund mos pranohet Shqipëria, mos t'i hapet rruga të futjes në Bashkimin Evropian, sepse sigurisht janë farsa, janë element tillë që është i gjithë diskursi i Sali Berishës. Po dëgjojeni çfarë. Nuk kam shkuar sepse kam shumë të freskë në kujtesë ditën e 8 janarit, ku mund ishte një ditë shumë tragjike, dhe tani e shoh gati si një pushtim, si një uzurpim të Partisë Demokratike, dhe nuk kam dashur që me prezencën time të legjitimoj këtë uzurpim. Nuk do të jem kurrë një deputeti Sali Berishës, do të jem deputeti Lezhës, deputeti Partisë Demokratike, në mënyrë që kjo parti të kthehet tek vlerat perëndimore të Misësia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nganjëherë, sikur Partia Demokratike ra si Kabuli, erdhën talibanët për ta marrë dhe Basha iku si Ashraf Ghani dhe këto morën pushtetin. Zoti Ali Bej nuk është polic në kuptimin e mirë të fjalës për penguar askënd, nuk është gardist, është një politikan, sigurisht në një klimë ku tentohet të ketë bashkim, të ketë bashkëpunim, do t'i dëgjosh edhe të tjerët, ndonë se të tjerët në këtë rast sillen si pushtues. Sot Partia Demokratike ka një kryetar grupi parlamentar që ka shumicën e grupit që është Enkeled Ali Bej. Kryetari i grupit parlamentar nuk shkarkohet me vullnet hyjnor, por me vullnet të anëtarëve të grupit. Besoj se e morët vesh. Tash kjo lloj piruete dhe kjo realisht, kjo ndrimi i një teokracie të tillë, një besimi, përbën edhe atë që ne vuajmë shumë edhe si politike shqiptarëve. Normalisht mund të kenë vrejtje të gjithë, normalisht edhe në krahun tjetër mund të bësh 1 milion vrejtje. Po të gjitha këto eklipsohen kur ke përballë element të tillë në opozitë. Të konsumohesh e të bësh faje në opozitë mund të jetë edhe natyrshme dhe sigurisht do të paguhen të gjitha. Po të konsumohesh e të bësh faje në opozitë, kjo është e tmerrshme, jashtëzakonshme. Ti bësh të mundur të gjithë një vendje dhe një shoqërie mos pasin alternativë politike vetëm për hatër një familje, e cila është familja e Sali Berishës, që ka pronë Partinë Demokratike, është tragjizëm i vërtet shoqëror i joni. Është një
revolucion teokratik për një familje që sigurisht në mendimet më të shturura një drejtuesi teokrat, siç është Sali Berisha, mund të digjet të gjithë vendi vetëm e vetëm për hatër të familjes tij. Kjo është një nga katastrofat më të mëdha dhe këtë lloj besimi e ka dhe ky Jack Markey, i cili bën piruetat më të mëdha, përdredhet më të mëdha politike, njerë duke thënë që kurrë dhe pastaj duke i bërë punën. Duke pranuar që të klasi keq, thotë që mos pranoni Shqipërinë, vetëm e vetëm se bën pjesë tash më në një parti e cila sigurisht është Sali Berishës, që ky thotë se dikur nuk do të jem kurrë deputeti i tij dhe dikur e quante Taliban dhe talibanat ata që sulmonin, kurse sot është pjesë e talibanizmit teokratik të Sali Berishës. Dakord, miqtë e mi, ja kjo është tmerr i jashtëzakonshëm, një politike piruetash për dikë dhe politikash militanteske për dikë tjetër.